Mirë, fillojmë pa humbur kohë më gjerësisht, ndalemi në raportimin e parë të drejt për ditën e sotme në Sot Live në Shqipëri në ekranin e Report Televizion. Shkojmë nga ambientet e jashtme të prokurorisë posaçme të SPAK dhe GKK në raportimin e koleges Keti Banushi. Përshëndetje Keti, prokuroria ka përfunduar hetimet për ish prokurorët e Sarandës, konkretisht për cilët bëhet fjalë dhe cilat janë akuzat që rëndojnë ndaj tyre. Përshëndetje në Ertil, në fakt është një hetim i prokurorisë që është brenda sistemit të drejtësisë. Bëhet fjalë për një ish prokuror dhe një tjetër prokuror në detyrë për cilin u kërkua masa në fillimisht të pezullimit nga detyra dhe më pas ai u mor në ndjekje penale. Bëhet fjalë për drejtuesin e prokurorisë së Sarandës, Kledian Llahon, dhe ish prokurorin Çlirim Shahini. Ata akuzohet se kanë marrë kundrejt korrupsionit, pra kanë kryer korrupsion për një mas sigurimi ndaj një ndërtuesi, ndaj të cilit kishte dalë fillimisht masa e arrestit në burg për veprën penale të ndërtimit të palishëm, dhe ndërkohë ata i kanë premtuar që do ta ndryshojnë masën e sigurisë, pra do ta zbusin kundrejt vlerës monetare, e cila sipas prokurorisë është vërtetuar që është dhënë këtyre dy përfaqësuesve të paktën të drejtësisë në atë kohë. Bëhet fjalë për një vlerë 55.000 euro, të cilën sipas prokurorisë prokurorët e kanë marrë, e kanë përvetësuar, ndërkohë që masa e sigurisë është ndryshuar brenda një ore. Megjithatë, prokuroria ka dërguar në gjyq 4 persona, mes të cilëve 2, siç e theksova, një prokuror dhe një ish prokuror, ndërkohë dhe 2 biznesmen të cilët kanë dhënë dhe shumën e parave, po ndërkohë është një dosje që dhe kjo është me fraksion, ku vijojnë hetimet për gjetur element nëse janë të përfshirë dhe persona të tjerë. Është çështje që është dërguar në gjykat nga gjyqtarja Manjola Kajana, e cila e ka hetuar. Tashmë dosja pritet të nënshtrohet shortit elektronik dhe për në seancë paraprake. Gjatë pyetjes që i është bërë në prokurori, ku kanë ardhur disa herë për dënë shpjegime, si prokurori Kledian Llahon dhe ish prokurori tjetër e kanë mohuar akuzën, ka pretenduar që nuk kanë kryer korrupsionin, por sipas prokurorisë ata ka dyshime të arsyeshme dhe kanë të paktën të vërtetuar këtë vepër penale.